dhe me anën psikologjike grupit. Provën për kontestan. Apo kupton, kur shpallet lejtari ndeshës bë statistika, na jena populli kontesteve, na nuk pajtohemi. Jo, shumë letë konfirmojna, kush është lejtari ndeshës? Që unë po flas për mu. Ishte lideri vërtetëve, ishte lideri cili udhëheqi ekipin drejt një fute. Inshallah i ornoni dejtë të nxini profën ngusht. Drejt një fitore të rëndësishme e cila unë po flas për diçka që është me interes. Me profën jam. Kjo është Franci. Zvicra dikur kishte 7 futbollistë shqiptar. Sot nëse i ka mungu ndonjëherë Gjerdan Shaqiri Zvicrës, sot i ka mungu mas shumë. Unë po mendoj që kjo ishte shumë e saktë, shumë e vërejtur në ty. Prandaj nuk do ma... Studenti a provës, apo për diçka... Lorik, derisa unë po thamë që Gjaka ishte lojtar, i ndeshje si pas me, edhe si pas neve në studio, unë mendoj se Ismeti pajtohet, edhe Genta gjithashtu. Pro, apo vol në rolin e profesionistit, apo në rolin e tifozit? Gjaka gjithmonë lumë përmi nivelin e këtij skuadrës, dhe me thonë. Edhe shumicën era është edhe lojtari ndeshjes, nuk është kur farë. Jo, unë i thash disa specifika, disa arsye pse duhet jetë lojtari ndeshjes. Ti përkthej në statistika, është një futbollist që sot e ka prek topin 19 herë më shumë se çdo futbollist tjetër në fushë. Është futbollisti që ka bë... Unë flas vetëm me fakte. Johan Manzambi është futbollisti i ndeshjes.